vetëm atëherë kur vendi të jetë elektrifikuar, kur industria, bujqësia, transporti të mbështetin mbi bazën teknike të industrisë së madhe moderne, vetëm atëherë ne do të triumfojmë përfundimisht. Këtë rrugë të treguar nga Lenini i Madh, partia jon e nisi fill pasqyrimit të vendit. Shpërthimet e minave në brigjet e Selitës paralajmëruan fillimin e veprës së parë të rëndësishme hidroelektrike, hapin e parë për të vënë në jetë një nga detyrat themelore që ngarkoi Kongresi i parë i Partisë Komuniste Shqiptare për elektrifikimin e vendit. Hidrocentrali Lenin me kapacitet 5000 kW i siguroi popullsisë së kryeqytetit furnizim të pandërprerë me energji elektrike dhe ujë. Vunin e mendimit të saj kryus, klasa punëtore e mishëroi edhe në ndërtimin e termocentraleve të rinj në Tiranë dhe në qytetin Stalin. Në këtë mënyrë, ashtu si porosiste partia, energjia elektrike u printe degëve të tjera të ekonomisë popullore. Këto ishin hapat e para në një vend si Yni, ku në shekuj kishte mbretëruar kandili dhe pisha, ku ende padituria dhe jeta ishte e hidhur për njerëzit. Në vitin 1939, në gjithë Shqipërinë ekzistonin vetëm 10 centrale elektrike të vegjël, që kishin një fuqi të përgjithshme aq sa jepte termocentrali i Vlorës në vitin 1953. Në Kongresin e dytë të rinis, shoku Enver Hoxha i bëri thirrje brezit të ri që të ngrihej tëri në këmbë për të ndërtuar në brigjet e Mathit një vepër të madhe energjetike, hidrocentralin Karl Marx. Kjo thirrje e partisë ngriti pesh mendjet dhe zemrat e të rinjve. Plot guxim dhe optimizëm për besimin që kishte këta partia, qindra vullnetar vërshuan drejt frontit të ri, atje ku e kërkonte atë dheu, atje ku hidheshin filizat e socializmit. Rruga e dritës, kështu quhet kjo rrugë e vështirë malore që rinia e hapi mes për mes shkëmbit, atje ku e kanë folen shqiponjët. Qetësinë e këtyre shkrepave e prishi buçima e minave, utërima e maqinave të fuqishme, kënga e punës që do t'i vinin në fre Matit dhe do e kthenin në dritë. Në luftë për të shpënë në vend fjalën e partisë, u ngrit madhështor hidrocentrali Karl Marx me fuqi të instaluar jo më prej 5.000 si e i Selitës, por prej 25.000 kW. Ky ishte një gëzim i madh i popullit tonë, i partisë tonë. Ne po kalonim nga një fitore në tjetrën dhe po bënim realitet edhe ëndrat më të guximshme të parëve tanë. Sa po hyn vitet 60, u ndezën edhe dritat e hidrocentralit Frederik Engels me kapacitet prej 24.000 kW. Puna për ndërtimin e këtij hidrocentrali u bë në kushte të rënda të bllokadës revizioniste. Me punë vetëmojëse klasa jon punëtore dhe inteligjenca popullore realizuan me sukses detyrën e madhe që u ngarkoi partia. Nga veriu, linjat elektrike të tensionit të lartë na çojnë në sfanjin tjetër të atë dheut, në brigjet e lumit të Bistricës, ku u ngritën hidrocentrali Stalin me fuqi prej 22.000 kW dhe Bistrica 2 me 5.000 kW energji.
Edhe për ngritjen e kësaj vepre të re, në përleshi me uret e ftokta dhe shkëmbin, u çfaqin edhe njerë akoma tiparet më të mira që edukoi partijet e klasa jon punëtore. Këmbëngulja, punave të mohuse për t'ja dalë në krye kësaj detyre, sa të vështirë, aq dhe fisnike, që do i shtonte atë dheu ton fuqinë e dritës elektrike. Ngritja e veprave të reja të fuqishme industriale rriste vazhdimisht kërkesat për energji elektrike. $99.000 kW. Kjo është fuqia instaluar e termocentralit të Fierit, fuqi pothuajse 4 herë më e madhe nga hidrocentrali Karl Marx. Kjo vepër e madhe furnizon me energji elektrike uzinën e prodhimit të plehrave azotike dhe është e lidhur me sistemin energjetik të Republikës. Stafeta për ndërtimin e hidrocentraleve kaloi pastaj në brigjet e Drinit, ku po ngrihet hidrocentrali Mao Zedong dhe ku në të ardhmen do të ngrihen edhe 3 hidrocentrale të tjera elektrike me një kapacitet të përgjithshëm prej 1.310.000 kW. Klasa jon punëtore i vë fred Drinit të pabindur dhe detyroi të kalojë në për këtë tunel 400 metra të gjatë dhe të lartë sa një ndërtesë 4-katëshe që nesër të ngrihet madhështor, giganti i energjetikës së vendit tonë. Me përfundimin e kësaj vepre dhe me ndërtimin e hidrocentraleve të tjera në Drin, ne do t'i vëjmë këtij lumi një gjerdan me drita, siç tha shoku Enver gjatë vizitave të tij në veri pak muaj më parë. Në vitet e pushtetit popullor, lindën tek ne terma të reja, sistemi energjetik, shtylla të tensionit të lartë. Këto shtylla do të mbajnë mbi supe mijëra kilometra linja të tensionit të lartë. Ato përbëjnë një bazë të rëndësishme për ngritjen e sistemit elektrik unik të Republikës. Karvani i shtyllave të tensionit të lartë filloi të ngjitet maleve, ta zbukuroi me element të ri peizazhin ton të lashtë. Në këto ekura të kryqëzuara dhe të heshtura, të rrahura në shiu dhe të bora të nxehura në dielli, shihnin njerëzit e thjesht